Fituesi I edicionit të 6 I turneut kombëtar të shahut Rapid Visioni M 2026, që u mbajt të dielën në hotelin Skardus në Kodrën e Diellit, doli Nikola Nikolovski I Maqedonisë së Veriut, që grumbulloi 8 pikë para 2 garuesve nga Kosova, Korab dhe Nderim Saraçi, të cilët grumbulluan nga 7 pikë e gjysmë. Turniri Visioni M 2026 grumbulloi afro 180 garues nga vendi dhe rajoni, duke u bërë turneum me numër më të madh të shahistëve në vendin tonë. Organizatori I këtij turneu të shahut, Nazmidin Imeri, nga klubi I shahut Anpasan, u shpreh kënaqur me rrjedhën e këtij turniri ndërkombëtar. Ky është turneu I 6 ndërkombëtar, është I shpallur tradicional, organizuar nga klubi I shahut Anpasan, unë si organizator kryesor. Ky turnir ka marrë veç më për masat e nevojshme me masovitet më të madh në Maqedoni, ku përfshin krejt vendet e rajonit, si dhe gjithë qytetet e Maqedonisë. Ndër emrat që kanë rating më të lartë të Fides në këtë turnir të pranishëm ishin Nderim Saraçi, Endrit Oruçi, Toni Lazo, Nikola Nikolovski e të tjerë. Kampioni I Kosovës Nderim Saraçi për televizionin Koha e vlerësoi pozitivisht organizimin, cilësinë dhe masivitetin e turneut. Po është turneu I gjatë që mbahet me radhë Visioni M në komunën e Tetovës, organizuar nga klubi I shahut Anpasan në krye me zotin Nazmidin Imeri. Normalisht është një organizim mjaft I mirë dhe po besoj është ndoshta organizimi me pjesëmarrjen më të madhe që mbahet në Maqedoninë e Veriut, për këtë duhet me përgëzu si klubin, po ashtu organizatorët. Organizatori për 3 vendet e para krahas kupës dhe medaljeve kanë ndarë shpërblime edhe në të holla, ndërsa me plaketë të veçantë u nderuan ata të cilët kishin përkrahur turnirin, në mesin e tyre edhe gazetarin e televizionit Koha, Shaban Sinani.